Përshëndetje të gjithëve, sot është data 23 shkurt dhe jemi në kontrollin e dytë, ose kontrollin e parë, më fakt se kontrollin e kaluar para 20 ditësh e bëm vetëm duke i vendosur ushqim. Kjo është ligustika, e kemi dimruar me 5 rrugë dhe ka 4 pjellje dhe një me mjalt dhe polen. Jemi me vonesë për arsye të shiut. Duhet të kishim vendosur kornizat e para. Probleme me kornizat këtu, mos të shihet, se nuk ka shumë të vështirë të na i marrë. Tani kjo është me 4 rrugë. Jemi në kornizën e fundit dhe është me pjellje. Larva, vez, ja t'i kash mama. Sot është data 23. Mama, ja t'i kash to. Gjithë kjo pjesë këtu është me pjellë. Karnika e zezë. Këto janë duket. Ka filluar të zgjatët mama, me pjellje. Full. Një rrotullim këtu. Arsye që ta zgjasi pjelljen në të gjithë sipërfaqen e kornizës. Këtu gati 80%. Pjellje vullosur. 2 pjellje vullosura. Shofim këtu 3 edhe këtu 80%. 3 pjellit vullosura kemi bërë, jemi me vonesë me zjeri. Pra 4 korniza, 4 pjellje. Korniza me mjalt, do t'i qenë se kjo është nga rezervat shumë dobët. I vendosim korniza me mjalt. Shpresojmë që të ketë filluar ose do filloj kullota e shopës, ka filluar besoj. Tani po i shtojmë i herë 3 korniza, arsye se ju kam thënë që unë nuk është se e kam shumë të ditur momentin kur do rrethoj. Pjellje. Nuk do t'i bezdisim, do shkojmë gjithmonë në praktikën tonë të kontrolleve pranverore, e para dhe e fundit. E kosherën për shembull, këtë bletën mund ta bëjmë direkt me nant ose tjetër. Kjo ka këtu pjellje, edhe këtu me vezë në larva, edhe këtu 5 korniza me pjellje. Jemi në ritmin e luar. Duket sikur jemi gati 2 javë mbrapa
Bje 3 korniza vendi. Na leme 2 këthesë. Te mund të bëjmë dhe me 9. Nuk vendosim shumë bukë, sepse, si që thash, pretendojmë që kemi lotën e shokës pranverore. Mjaltë kanë, kornizat që të izvem janë me mjaltë. Dhe plotësisht, por kemi pak lagështirë në ansore, atje ku nuk qëndron bleta, por jo ndonjë lagështirë për tu shqetësuar. Shoh tek bletëtarët e tjerë. Kjo është me mjaltë. Edhe kjo besoj tek 5 korniza me pjellit u tjetë. Pjellje kornizave mjaltë i spostoj gjithmonë ansore dhe pranë pjelljes vendos korniza bosh në mënyrë që mama ta kapi me njëherë dhe ta mbushi me pjellje. Kjo qenka me polen fuk. Ja të këshmo. Kjo është plot me pjellje. Nga kjo anë. Edhe këte ka filluar të hedhi vezë. Cep më cep. Edhe këte edhe kjo tërkon. Jemi me shumë vënes. Por nuk ka problem në njëherë gjërat. Pjellje e korniza e fundit. Kjo besoj duket. Kjo do t'jetë 6-6. Uroj që ja. 5 është. 5 sepse e shikoj që pjellje. Tani së ndaj një tërti. Këtë janë karta limonët? Qëna? Po ti më. Qëna? I gjithë i fëtota.
Sjellje e re. Sigurisht dimër, sigurisht vjen këtu katën e dy. Po ne smorim nga ato të vogël. S'ka gjë se ka dhe poshtë. E kam lënë korniza poshtë. Dje. Mama. Vetëm ajo ndryshe isha edhe këto dy. Shqiptare s'kam. Nuk di vesh me? Shko me mjerë. Ka dhe lesh? Dile. Vetëm ajo ndryshe Veç. Даже Desk. Duket se kjo mund këtë vajtur 6 pjeti. Shkoj?